Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë, dakord? Po sigurisht. Dakord, po si? Jo, lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se ke bën faj. Ajo përgjigju. Në qoftë se unë jam i tillë për të arrestuar, le të arrestojmë shokëve. Po, edhe ato të arreston. Ka data që historia i shënon me gjak, dhe pastaj koha i risjell me ironi. Më 5 nëntor 1974, Beqir Balluku, ish ministri i mbrojtjes, u përshkatua si armik nga regjimi që vetë kishte ndihmuar të ndërtonte. Ishte një fund tragjik për një njeri që kishte qenë pjesë e bërthamës së pushtetit komunist. Plot 51 vjet më pas, më 5 nëntor 2025, në të njëjtën ditë emri Balluku del sërish në qendër të vëmendjes. Këtë herë jo në dosjet e diktaturës, por në dosjet e drejtësisë moderne. Përgjimet e SPAK zbulojnë mënyrën se si ministrja Belinda Balluku, pasardhë se e tij, mbikëqyrte dhe drejtonte një manovër për të manipuluar tenderin e tunelit të Llogaras. Historia nuk përsëritet kurrë njësoj, por shpesh rrotullohet rreth së njëjtës fjalë, pushtet. Rastësia e datës, e frikshme thuajse biblike, na kujton se historia ka kujtesë. Më 5 nëntor emri Balluku hyri në histori për herë të dytë, por këtë herë pa plumba, vetëm me ca mesazhe të regjistruara në përgjime. Ndoshta pikërisht për këtë historia duket edhe më ironike,